Në prag të mbylljes së votimit për gjysmëfinalen e parë të Eurovisionit 2025, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka dalë me një thirrje publike në mbështetje të Shqipërisë dhe përfaqësuesve të saj këtë vit, Shkodra elektronike me këngën Zgjerm. Në një postim në Facebook, Kurti shkruan: "Zgjerm në Eurovision, të dashur vëllezër e motra shqiptar kudo që jeni, votoni për Shkodrën elektronike. Vazhdo me shëndërrit, shëndërrit, shëndërrit." Postimi është shoqëruar dhe me një udhëzues për votimin, duke përfshirë numrat për secilin shtet pjesëmarrës, si dhe foton zyrtare të përfaqësuesve të Shqipërisë në Bazel. Grupi Shkodra elektronike, përfaqësuesit e Shqipërisë, arritën të sigurojnë një vend të merituar në finalen e madhe me performancën e tyre energjike dhe të veçantë të këngës Zgjerm, gjatë gjysmëfinales së parë të mbajtur në mbrëmjen e djeshme. Me një skenografi elektrizuese dhe një kombinim autentik të muzikës tradicionale shqiptare me element modern elektronike, Shkodra elektronike rrëmbyen vëmendjen e publikut evropian dhe votat e mjaftueshme për të kaluar më tej. Kjo shënon një sukses të madh për Shqipërinë në skenën ndërkombëtare të muzikës, duke konfirmuar edhe një herë se muzika shqipe ka potencial të konkurrojë njësisht në skena të mëdha si Eurovisioni. Finalja e madhe do të zhvillohet të shtunën më 17 maj dhe Shqipëria do të jetë mes 26 shteteve që do dogarojnë për trofeun e këtij viti.